operacionet e fundit, ashtu si do të rikthehemi zoti. nuk po flas për situatën shëndetësore, të lutem, po flas për situatën për akset rrugore, meqense se këtu flasin që janë hapur. Kemi në Tropoj, komunën Lekbibaj, është një komunë e bllokuar për 1 muaj. Aty janë shembur 4 shtëpi, të cilët banorët e këtyre shtëpive janë shpërndarë për familje të tjera dhe nuk kanë mundësi për të mbajtur pra për të ushqyer me bukë. Në komunën Llugaj kemi 2 familje të tjera, të cilët janë ndjek shtëpia. Njëra nga këto familje ka 4 persona. Edhe këto janë marrë përsëri dhe janë shpërndarë për familje të tjera. Deri dje kemi pasur të bllokuar akset rrugore kryesore që lidhin qendrat e komunave me qytetin e Bayramçurrit, Llugaj, Lekbibaj, Bytyq, që është akoma e bllokuar sot, Bytyqi. Pra kemi edhe luginën e Valbonës të Dragobis. Në fshatin, në Lekbibaj, në fshatin Marash, Tetaj, ka vdek një person 65 vjeç, quhet Marash Quni, i cili ka vdekur vetëm për kujdesin shëndetësor. Nuk kanë pas mundësi për të shkuar banor për të ardhur ndihmë sepse ka qenë në një farë mënyrë ka pas nevojë dhe për ilaç. Mbetëm në dikë rast sepse do ta